Si t'ju a bëjmë fëmijëve të dashur namazin, fenë e Allahut dhe t'i bëjmë të kuptojnë që kjo dynja nuk është gjithçka. Mundohu që ti t'jesh ai personi, pra që fëmia do ta marrë për shembull. Pra si t'jesh ti, fëmia të ndjek hapat e tua. Pra nëse ti je i mirë, nëse ti e do namazin, nëse ti e do fenë e Zotit gjithësisë, nëse ti nuk është dynjaja për ty gjithçka, dije që fëmia do të ndjek hapat tua, do të shikoj atë që vepron ti. Dhe mundohu ti jesh për fëmijën tënd shembulli më i mirë. Mundohu ti flasësh për Allahun e lartësuar, mundohu ti flasësh se Zoti i gjithësisë na do shumë, i do ata që i binden atij, zbatojnë urdhrat e Zotit i gjithësisë. Pra, me aq sa fëmia kupton. Më pas, patjetër, edukimi. Pra, me eduku që me ju bindë Zotit gjithësisë, me falë namaz, me dash fenë e Zotit gjithësisë. Përsa i përket dynjas, dynjan çdo njeri është i prirur që me dash. Po qëllimi tjetë, pra këtë dynja me përdor me fitu ahiretin. Allahu të rujtë, edhe normal lutje, sa më shumë lutje. Dua që Zoti i gjithësisë, pra t'ja bëj dashur namazin, t'ja bëj dashur fenë, t'a ruaj në udhëzim, t'a bëj hajrit, t'a bëj mbar. Pra prindi ka një rol tepër të rëndësishëm në edukimin e fëmijës dhe është përgjegjës patjetër. Është përgjegjës për fëmijën e tij. Pra kështu na vjen hadith që është përgjegjës për njerëzit e shtëpisë tij. Zoti ju rujt.